Rreth 400 banor të fshatit të Rov në bashkinë Maliq po përballen prej më shumë se 2 javësh me një problem serioz të ujit të pishëm. Uji që vjen në rubineta është i papërdorshëm. Përballë mungesës së një zgjidhjeje, këtë të martë banorët kanë dalë në protestë, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Sipas banorëve, problematika është konstatuar prej kohësh edhe nga ujësjellësi dhe Bashkia Maliq, por deri më tani nuk janë marrë masa. Ata shprehen se rrjeti i ujësjellësit është relativisht i ri dhe dyshimet më të mëdha lidhen me burimin e furnizimit. Ne kemi problem me ujit e pishëm. Kemi rreth 2 javë që ujit është i kontaminuar, është me aromë të keqe dhe nuk shërben as edhe për të larë. Dushe, banjo, për të pirë jo. Dhe problemi është se vinë e kanë konstatuar një gjithë të tillë, edhe nga drejtoria e ujësjellësit, edhe nga bashkia, por nuk po marrin vesh, po interesohen ta rregullojnë, nuk komunikojnë me neve, të dim edhe neve që ku të ankohemi, si të zgjidhet ky problem. Nga ky problem preken rreth 1500 banorë, rreth 500 banorë të fshatit të Rovë dhe rreth 1000 banorë të fshatit të Ndavi. Për sa i përket cilësisë ujësjellësi është i ri. Është bërë rreth 10-15 vjet përpara me investimet e komunës, edhe është një cilësi të mirë dhe nuk ka mundësi që kontaminimi të bëhet në rrugës për këtu. Mundësia më e madhe është atje te burimi. Kryeplaku i fshatit Andonaqi Risto thotë se janë kryer verifikime në të gjithë linjat e furnizimit, por ende nuk është gjetur shkaku i ndotjes. Ndërkohë, familjet janë të detyruara të blejnë ujë, duke përballuar kosto shtesë. Se ne kemi rreth 3 javë që kemi problem me ujin e pishëm, i cili vjen me një aromë shumë të keqe. Kam folur me drejtorinë e ujësjellësit dhe kanalizimeve Korçë, të cilët kanë qenë të gatshëm, kanë erdhur, kanë verifikuar të gjithë linjat, por nuk kemi problem me linjat. Dhe është një problem vërtet shumë i vështirë që nuk po japim dot zgjidhje. Nuk po e kuptojmë dot nga na vjen kjo ujë i keq, sepse edhe në burim. Burimi tonë është bërë që në vitin 77 dhe në gjithë këto vite nuk ka pasur probleme, kurse këtë vit mbase shkak ka qenë edhe rreshjet e shumta dhe mbi atë ka sjellë nuk e dim. Kryetari i bashkisë ka vënë dieni dhe ai është i gatshëm, ka erdhur e ka verifikuar dhe vetë në terren. Zgjidhje banorët kanë bler ujë, me ujë të blerës, s'kemi zgjidhje tjetër, është i papërdorshëm, ka erë shumë të keqe. Po është kosto e shtuar, nuk kemi çfarë bëjmë, nuk mund të elmosemi. Edhe banorë të tjerë shprehen të shqetësuar për situatën, duke theksuar se kjo problematik nuk ka ndodhur më parë dhe se mungesa e ujit të pishëm po u vështirëson jetesën. Kur e pinë vjen aromë të keqe shumë, dhe s'pihet fare. Jo, këta thonë jam edhe ardhur, se nuk e di shumë, po këta thonë jo. Se kam ardhur nuk ka pasur gjë. Tani ka 2 javë, se dim, kam vajtë, s'ka. Se atje s'hynë ujë, thonë ka qenë pusetat. Puset e ka të arome. Po e blej, po me mushin për vendet e tjera. Po e mëna i duan në për të gatuar duan, në për lartë duan, nuk është vetëm për të pirë. Ne kërkojmë ato që na bini një çaj ujë, pija, spijet, të rregullojnë të ta shohin atje në vend. Shumë që pan pasur të mirë, po tash po bën një djall, i bësh me aromë. Ka shumë aromë të keqe, nuk pije dot. Blejmë, ç'të bën. E njëjta problematikë raportohet edhe në fshatin Pendavinj, po në bashkinë Maliq. Në total, rreth 1000 banorë të këtyre zonave po përballen me mungesën e ujit të pishëm, duke e kthyer këtë situatë në një problem madhor shëndetësor dhe social. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente përpara se situata të përkeqësohet më tej.